Zelenski letër Trump dhe Kongresit. Ukraina ka nevojë urgjente për raketa Patriot. Volodymyr Zelenski ka dërguar një letër presidentit amerikan Donald Trump dhe Kongresit Shtetet e Bashkuara, ku kërkon furnizim urgjent me raketa Patriot për të përballuar sulmet e vazhdueshme ruse ndaj Ukrainës. Sipas këshilltarit të tij për komunikim, Zelenski ngriti alarmin për mungesë kritike të raketave të mbrojtjes ajrore në një moment kur Rusia po paralajmëron sulme të reja dhe intensive kundër territorit të Ukrainës. Në letrën e firmosur, presidenti i Ukrainës kërkon që SBA të ndihmojë Ukrainën të sigurojë raketa Patriot PAC-3 dhe sisteme shtesë të mbrojtjes ajrore, të cilat konsiderohen thelbësore për ndalimin e raketave balistike dhe sulmeve të tjera raketore ruse. Aktualisht sistemi amerikan MIM-104 Patriot mbetet mjeti kryesor dhe praktikisht i vetmi që Ukraina përdor për të interceptuar raketat balistike ruse gjatë sulmeve ajrore.